Vllaznia është kualifikuar në fazën çerkfinalet të Kupës së Shqipërisë, ka mjaftuar goli mbrojtësi Gjinin në fundin e takimit që Shkodranët e fitojnë 1-0 në Pogradecit, edhe pse duhet theksuar se kuqiblut kishin më shumë raste shënimi këtë sfidë. Po, e vështirë. Pogradeci ka ekip mirë, pavarësisht se ne duhet ishin favorizuar sot sepse këta kanë një javë kohë me përgatit në eshen tjetër që fillan kampionati mas një javë, ne fillan mas 3 ditëve. Ishim detyruar të lëshim pjesën më të madhe të lojtarëve të stadiumit, siç e po kishim 6 lojtarë që si kishim futur formacionin e parë, po gjithsesi u bën neshe vështirë, edhe terreni shumë i rëndum. Megjithatë e rëndësishme ishte kualifikimi, e rëndësishme ishte që lojtarët që u doshin me lënë pushim dhe të kishin forca për neshen e të mërkurës, kjo ishte më e rëndësishme për ne sot. U bë një ndeshje e luftuar, u bë një ndeshje që pati goxha histori brenda. Patjetër që Vllaznia pati dominancë në çakullim, në posedimin e topit. Ne munduam të shfrytëzojmë ato rastet tona që për mendimin tim ishin fatale. Mund përmend se mos rastin që kishin vetëm për vetëm me Grecën, por edhe 2 shtyllat që goditën. Kështu që unë mendoj që çunat dhan maksimumin. Mendoj që ishte një paraqitje pozitive të gjithëve. Personalisht, për mua si trajner, më shumë ishte një test i rëndësishëm për sa i përket qëllimit fizik të ekipit. Pra, kjo ndeshje shërbeu si maja e icebergut të ngarkesave që kemi dhënë gjatë kësaj kohe. Kështu që të paktën nga përgatitja fizike jemi shumë të kënaqur. I kënaqur për kualifikimin ishte autori i golit. Një ndeshje shumë e vështirë, Pogradeci meriton komplimentet e veta, po ne ndërguam në fund se jena ekipi më i mirë. Nuk ka puna si unë vunu, po të dy ekipet kanë dërguar dëshirë dhe grind të lojë dhe besoj fati na ndihmoi neve. Futbolli është për atë punë, po besoj se e kena merituar ne me fitu. Tashmë në fazën çerkfinale, Vllaznia do përbahet me njërin prej 4 skuadrave, Elbasanin, Teutën, Bylisin ose Tiranën.